Spaku ka shkuar në Bashkinë e Tiranës dhe ka kërkuar nga drejtuesit e rinj të Bashkisë së Tiranës përkohshëm informacione, madje dhe deklarata me firmë që për datën 26 shkurt, ditën kur nga Bashkia e Tiranës, një kamion i mbarvajtjes së objekteve publike ka marrë qindra dosje nga ky institucion vendor dhe i ka dërguar për asgjësim, pra qëllimi ka qenë asgjësimi i tyre. Por në fakt, këto dosje të marra nga Bashkia e Tiranës në datën 26 shkurt nuk janë asgjësuar. Kjo është mbase themra e Akilit që e mban zotin Veliaj sot në burg. Pra, prishja e provave, intimidimi të shmitarëve apo ku e di unë se çfarë, kanë qenë arsyet për të cilat gjykatësi Erion Bani ka vendosur që masa e sigurisë për Lali Erin të jetë pikërisht kjo drastikja, pra qëndrimi i tij në izolim. Ne mos harrojmë që vetëm 2 orë më parë në Bashkinë e Tiranës ka mbritur dhe kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, i cili ka patur një takim me drejtuesit e këtij institucioni dhe kjo koincidon, paktën nga informacionet e mia, që ka të bëjë pikërisht me shkresën që Spaku ka dërguar institucioneve, drejtoreshës së arkivës dhe shumë dhe drejtuesës së Bashkisë Tiranë. Në këtë shkresë kërkohet të jepet informacion ku janë çuar dosjet, a kanë dalë me dijeni të drejtorisë së arkivës, ku janë dërguar, pse janë dërguar dhe si janë dërguar.